Tani më fal, telefoni pse më nash regjistron veten ti aty? Jo. Po pse më nash me e mbaj sepse nëse do të më duhet diçka që më kërkon ti, me njëherë direkt. Inxhinier. Po, i bëni fizikisht, megjithatë e ulim për të qenë më televiziv në. Më kishte ndodhur një herë të në një telefoni kështu në emision. Teknologjia thuhet. Teknologjia. Kështu që çështja është që në Shqipëri pjesa opozitare nuk po përfaqësohet. Dhe pikërisht tu është prishur balanca dialektike e gjës. Dhe nëse gjithë vëmendja jonë është gjithmonë tek opozita, e shohim që domosdoshmëri në Shqipëri është ngritja e opozitës, e cila ka rënë në nivelet e përfaqësimit. Duke qenë ajo në nivelet prishje këtij ekuilibri, ka sjellë një prishje të ekuilibrit total edhe të funksionimit të demokracisë në Shqipëri. Sepse sa më e ekuilibruar dhe sa më dinamike të jetë dialektika e marrëdhënieve në politikë, aq më shpejt dhe aq më në kontroll është. Tani kush e prishi këtë, se ti je nga ata që spyetën 1990 që ishte diktaturë, dhe nuk je nga ata që se di se si është zhvilluar Shqipëria në këto 35 vjet. Absolutisht në di dhe kam bërë qendrimin tim, absolutisht. Jo, më lë të bëj një shpjegim për ata që ta ndjekin. Domethënë, në 90-ën ne kishim opozitar që nuk se i njihnin demokracinë, rregullat e demokracisë, por rezulton që ishit më demokratë se sa tani. Tani kemi politikan në opozitë, flasim për opozitën, të mirë arsimuar, që jetojnë mirë, kanë një lloj statusi ekonomik të mirë, kanë diplomë në perëndim, por nuk janë demokratë se ju. Mua kjo më çudit. Si ka mundësi, zoti Meçe? Gjithsesi ne duhet dallojmë revolucionin e 90-s, ishte revolucion. Paqësor për revolucion, sepse u rrëzu një sistem. Dhe sistemi rrëzohet ose me dhunë, pra nëpërmjet revolucionit të armatosur, ose në mënyrë paqësore. Dhe tek ne u kryen në mënyrë paqësore, u ndryshoi një sistem. Dhe në këtë kuadër të gjithë ne që pjesë morëm në të, u prishën edhe uzinat e fabrikat edhe furrat e bukës ose aq tjetër gjë, të kuptojmë mirë, flasim për 90-ën dhe pastaj të shohim çfarë dinamike ka pati procesi i administrimit tashmë të tranzicionit. Sepse këtu kemi tjera gjëra që dhe do ketë interes të diskutohet administrimi i tranzicionit dhe dalja jashtë kontrollit e këtij administrimi. Ka shumë vend, por revolucioni i parë ishte paqësor. Dhe jo pa qëllim, atëherë thonë nuk ka parti demokratike, por ka front. Sepse nga ajo parti demokratike, në mënyrë më normale të mundshme, dolën partitë e tjera të cilat praktikisht prodhuan pluralizmin. U legalizua pluralizmi në 90-ën, por nuk ishte i konsoliduar. I konsoliduar atëherë kur të gjitha flukset shoqërore, sociale, filluan të përfaqësoheshin. Ky lloj përfaqësimi pastaj pati dhe problemin e vet, sepse ky përfaqësim u bë i rrezikshëm për ata që ishin dy partitë e mëdha dhe natyrisht këta bën gjithë përpjekjet për ta fraktemarizuar dhe për ta shkatruar protagonizmin social të ndryshëm. Fjala vjen. Në qoftë se Balli Kombëtar është një parti tradicionale, e cila kishte të gjitha bazat për të vazhduar e tillë, si rrjedhimi i rrezikut që i prodhoi Berishës, Berisha ndërtoi gjithë skemën dhe prodhoi 3 ball kombëtar. E njëjta gjë ndodhi me legalitetin, e njëjta gjë ndodhi me Republikanën, e njëjta gjë ndodhi me Partinë e Çamëve. Por po ti shikosh të gjitha këto, të cilët kanë dy parti? Në momentet e parë kanë qenë të tilla, por pastaj ato përfundoi në një parti kiosk, në partinë e Mediut dhe mbeti partia e Medit. Partia e Mediut është parti kiosk? Po kiosk është. Nuk ekziston strukturë partie republikane në Shqipëri, siç nuk ekziston më parti balli, siç këto janë parti të cilat shpeshherë i themi selin e tyre e kanë në makinën e kryetarit. Pse atje ka aq që seli e tyre është makina e kryetarit. Edhe është shtëpia ku ruhet ashtu quajtur arkive partisë, që vetvete nuk është gjë tjetër veçse marrëdhënie që bëjnë me shtetin, jo financimi nga shteti, edhe pastaj fjalime, deklarata të cilat gjë shumë me Fatmi Mediun që po. Jo, absolutisht ble respektoj, është nga politikanët më të pjekur që sot ekziston në Shqipëri, pavarësisht përfaqësimit,
pavarësisht problematikës, është i ekuilibruar, dhe artikulimi i tij është artikulim intelektual, pavarësisht siç është tek. Por nëse do flas për analizën politike, duhet jem shumë i saktë. Pastaj po fola për individin, them po, ne të kishim në opozitë disa politikanë si Mediu, unë do të thoja që opozita do të ishte tjetër dhe raportet politike në Shqipëri do të ishin tjetër. Po vetëm një person, vetëm Sali Berisha e prishtë punë? Ani mua s'u del llogaria këtu zoti Meç. Domethënë, më fal që edhe këtë ta shpjegoj. Domethënë, gjithmonë e marrim Sali Berishën është mëkatari i madh. Okej, e marrim në qen. Tani, si ka mundësi që sa herë që ai ka një betejë politike brenda Partisë Demokratike, dalin disa hithtar që e mbështesin atë dhe mbas disa kohësh të tjerë hithtar shkatërrojnë dhe dëbojnë këta hithtarët e parë. Si ka mundësi? Ky është një proces i zinxhir. Në këndvështrimin tim, ai sa kam parun, kam parë individ të cilët përbënin flukse në Partinë Demokratike që u shkëputën dhe këto flukse ishin anti-berishiane, sepse Berisha i shifte si rrezik, i neutralizonte dhe këta organizoheshin. Pastaj kemi pat individ të cilët ju cënuan interesat dhe në momentin kur cënohen interesat dalin në një pozicion demokracia të jep këtë mundësi që të dalësh në një pozicion publik dhe pastaj të bësh sulm, i cili prit vërtetës jo gjithmonë është parimor, është më tepër qefmbetje. Kështu që shpeshherë shumë individë të cilët ne i kemi parë kundër Berishës janë të kësaj kategorie. Dy flukse kemi patur në Partinë Demokratike, do të them 3, po 2 po i quaj një për njëherë, të cilët praktikisht përbënin flukse, përbënin grupime. Ka qenë fluksi i PAD-s, dhe pastaj ka qenë te Bamir Topi, përsëri kemi një fluks tjetër. Edhe të Gens Polo. Gens Polo nuk mos e fut fare në këtë kategori Gens Polo. Po se është aleanca, është tek në atë korridore. Në momentet e para dhe pastaj Gens Polo nuk përfaqëson. Mund të themi edhe Josefina Topalli, por nuk është fakt. Josefina pati partia e Josefinës me partinë e Polos tani. Po kë kishte Polo parti? Kishte disa. Kë kishte Polo? Xhaferin kishte. Po s'ka pat parti Polo. Nuk ka pat parti. Mos gjithsesi, pa u futur shumë në këtë lloj debati, çështja qëndron në një pikë tjetër. Në 91-shin, ne kemi qenë dëshmitar të mënyrës se si filluan të evidentohen disa persona të cilët gradualisht në gjithë mekanizmin e tyre arritën të kapin drejtimin dhe të fuqizonin pozicionin e vet jo si individ, por si struktura. Dhe njëri prej tyre ishte Sali Berisha në atë periudhë. Ne të gjithë që themeluam Partinë Demokratike dhe që përbënim ato strukturat e para organizative të parat, unë isha antar i Komisionit Ndërkombëtar të Partisë Demokratike, pra byroja politike e Partisë Demokratike. Byroja politike. Po sepse ka një koncept të tillë për ne që jemi mosha e komunizmit, se të rinjt nuk e din këtë. Por ajo kryesia e cila komandonte ose dirigjonte ose menaxhonte organizimin strukturor të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë. Dhe atëherë unë shifja se si rolli Sali Berishës ishin prodhuar struktura të tëra të cilat ishin pathyeshme dhe me këto struktura Berisha arriti në të gjithë aktivitetet publike, politike që bënë Partia Demokratike ta dominonte Partinë Demokratike dhe dilte njëshi. Më vonë kuptova teorinë e rrathëve. Pra për të prodhuar mitin, prodhohet bazamenti i tij dhe fillon rrathi i parë, mbi të mbështetet rrethi i dytë, mbi të rrethi i tretë dhe derisa afrohesh në një strukturë shumë të konsoliduar që është gati militare në mbrojtje të mitit dhe të prodhimit të njëshit. Dhe Berisha në këtë plan ishte absolutisht i strukturuar. Nga buronte një gjë e tillë, nga çfarë eksperiencë? Disa thonë nga eksperienca e Partisë Komuniste nga cila vinte, nga Partia e Punës, dhe ai kishte eksperiencë dhe ishte i rrafur me mënyrën dhe me ato klanet mbi të cilët funksiononte Partia e Punës në atë periudhë, sidomos periudha e pas viteve 80, Partia e Punës u kthye dhe një koshere bletësh ku filluan klanet të dilnin nga logjika e mëpërpashme. Më përpara Partia e Punës ka qenë më idealiste, më tutje, pastaj u kthye në lëvizje, grupesh, klanesh, dhe në këtë lëvizje filluan të konsolidohen edhe këta njerëz të cilët filluan të mësonin se çdo të thotë prodhosh klan në një parti dhe çdo të thotë të dominosh nëpërmjet klanit një parti. Por nuk mjaftonte vetëm kjo.
Më vonë unë kuptova që ekzistonin dhe shërbimet e huaja të cilët ishin shumë prezente dhe që praktikisht prodhuan eskorta mbrojtëse, dhe këto struktura u bën shumë prezente gjatë gjithë kohës. Mbi këto struktura tashme... Ja, prit. Mos e vazhdo këtë. Shërbimet e huaja... Mbi këto struktura, do them këtë fjalë, mbi këto struktura ndodhen ato ngjarje që me drejtë e ti... Tani fillojmë. Tani, që do dhe ti je duke thënë që shërbime sekrete të huaja ndikuan Partinë Demokratike? Absolutisht. Po si ndikuan shërbimet sekrete? Në prodhimin e këtyre eskortave të cilat mitin e mbajtën në krye. Tani ti po thuaj që Partia Demokratike ka pasur bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete tuaj? Po të kujtë UDB, se nuk po flasim për CIA. Flasim gjithmonë, jo, nuk është vetëm UDB-ja. Po kush është? Ka qenë dhe konjunkturat greke shumë prezente. Greke? Po. Në Partinë Demokratike? Do të shërbimi sekret grek dhe shërbimi sekret serb. Në mënyrë posaçme serbët, po kanë qenë dhe grekët prezent. Po çfarë bën ata në parti? Çfarë bën ata në parti? Së pari morën drejtimin si themun, që drejtimin, jo vetëm politik, po dhe drejtimin ekzekutiv të Shqipërisë. Dhe mbi këtë drejtim ekzekutiv, filloi strategjia e dytë e shkatërimit komplet të industrisë shqiptare. Dhe shkatërimi ka filluar... Kush ishin këta? Kontributi tyre u bë evident më vonë. Në këtë periudhë ne ishim të futur në linjë idealiste. Çfarë ndodhi? Diku në shkurt mars të 92-shit, në korridorin Korç, Pogradec, Përenjës, Librasht, deri në Lushnjë, pati një shkatërim masiv të industrisë... Të industrisë gjithën. Do më thënë, përgjithsisht ishin industrie letë, në Pogradec Fjallavjen ishte një industri e prodhimit karige dhe të mobiljeve, ishte një industri e prodhimit... Ato i thonë karige Pogradec. Karige Pogradec, edhe mobilje Pogradec. E mobilje, po karige Pogradec. Sa po kishte filluar... Ose sobat Pogradec. Po, kishte këtë pjesën e fonderis, përpunimin e drurit, industrinë ushqimore, industrinë e verës. U shkatrua? Themu në historinë atjeti do skandalizohesh. Dhe në Pogradec u prodhua dhe një industri prodhimi kanatjeresh edhe mbathjesh, pambuku. Ere, komplet. Sa po ishte vend puna ja? Dhe bërna një dite... Fabrik për kanatjere? Për kanatjere, po. Për do dhe për të brëndshme? Për të brëndshme dhe ishte... Kanatjeret e Pogradecit për sëri fillojë të dëbëdoj dhe ishin... Ti nuk e merë mënd qëfar kanatjere... Po që kanatjere ishin? Kanatjere dhe mbathje, sepse ki parasysh në atë periudhë... Do kështë me kondicioner? Jo, ishte teknologjia shumë e mirë. Pambuk? Pambuk. Se ti janë Korç, po dhe në Pogradec? Jo, në Pogradec u përqendrua jo. Bile në atë periudhë Pogradec, sepse Korça kishte linjën e bujësore, kishte makinerit bujësore. Kishte dhe kombinatin e trikotazhit. Kishte trikotazhin, por në Pogradec sa po filloi dhe ishte teknologjia e re. Po jo, kjo u shkatrua? Dhe ngjarja ka ndodhur për 2 ditë. Për 2 ditë. Mars 92? Në shkurt mars. Pra, sa po ishin futur në fushat elektorale dhe unë atëre isha kandidat për deputet Pogradec. E ke qenë kandidat për deputet, prandaj e dike shumë mirë. Po jo, e di shumë mirë, sepse mund të them një moment që u dërguan trupat e FNSH-s për të mbrojtur dhe jo për të mbrojtur komplet procesin, se s'ishte vetëm policia doli jashtë loja atëherë. Dhe kam qenë unë që kam arritur të mbroja sepse mirënin topa gize dhe godisnin ta dhe u qanë me skafandra me mburoja të gjitha dhe kam dalë unë, kam marrë një, edhe thot e kam gjurë në shpatullo sa kam marrë një prej tyre në kuriz unë, sepse ju dole për parë topa gize. Fonderia kishte topa gize dhe me te jam godit unë, pa dashje kuptohet, nuk ishte shënimi që pastaj... Ti vete për të shpëtuar për t'i penguar? Jo për të ndaluar. Falë ndryrjes sime për i të vërtetës, i ka marrë pastaj trupë FNSH-n, i ka marrë me një anë dhe ishte situatë të mërshme, po gjithsesi. Kush e bëri këtë? Këtu në momentin e parë nuk mirën vesh në ç'po ndodhte. Po? Sepse gjërat nuk lexohen në momentin kur ti je në eufori, lexohen më vonë kur ti kupton dhe po t'jap një moment që unë jam futur tek trikotazhi dhe mirja njerëz dhe i nxirja po them me shkel me nxirja për jashtë sepse thonte e ndër të bëfsha nënë më fal dhe i binte makinerisë me lehtë tjetri. Thoja po mirë mos sot ç'pun ka makineria që ti godet makineria. Si lëvizja çertiste? Po fikë si ajo, por në një moment e lexoj të tillë.
Në një moment e lexoj një tillë, po në momentin kur e shifje që gjithë industria, jo vetëm Pogradec, po u sulmua edhe në Korçë. Korça pati një gjë shumë pozitive, që nxori ushtrinë dhe nuk i la, nxori policinë dhe me armë nuk e la të bëjë shkatrimi për të vërtetës. Ndërsa pastaja Prensi, Librazhdi, arriti deri në Lushi. Deri në Lush, gjithë korridori. Nuk arriti gjithë Shqipërinë apo çfarë? Deri në Lush ishte kjo valë e cila vajti 2 ditë. 2 ditë. Dhe ti kur lexoj në moment në parë thonë si ka mundësi që përtho brenda ditës. Këtu absolutisht në një fazë të dytë unë lexova gjithë mekanizmin dhe mekanizmi ishte që strukturat e UDB, të cilët ishin prezente shumë të fuqishme në Shqipëri dhe vazhdojnë të ishin prezente, ndërtuan skemën për të neutralizuar industrinë shqiptare. Dhe ata ishin njerëz të cilët në themel të tyre kishin një akademi të tërë destabilizimit të një vendi. Një mendim të qartë, një strukturë të qartë, të përgatitur mjaft mirë, të gatshme që në një moment shpërthente për të sjellë një faktor. Në këtë periudhë shteti jon ishte jo, më fal që ndërpres. Këtë unë e kam trajtuar shpesh në emisionet e mia, por ajo që unë e kam trajtuar më me rëndësi është deklarata që ka bërë zoti Berisha në emisionin tim. Unë i kam thënë që a e pranoni atë që thashë Sheli në parlamentin serb, që i kërkoi llogari Miloševićit ku kanë shkuar $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë, dhe i tha po, ja shikoni si është bërë Shqipëria, janë shkatruar uzinat, fabrikat dhe furrat e bukës. Zoti Berisha më ka pranuar mua këtë dhe më ka thënë madje që ka pasur edhe persona të dënuar, të arrestuar dhe dënuar. Do të thonë deri këtu jemi. Tani informacionet e tua si janë se të dënuar të arrestuar me thënë drejt? Nuk ka patur as të arrestuar as dënuar në këtë rast. As të arrestuar zënu. Për këtë rast, jo. Se PD nuk e kishte marrë akoma pushtetin. Sepse jemi në fazën e një tranzicioni ku PD-ja praktikisht në opinionin publik ishte fitimtare, dhe pritej vetëm legalizimi i këtij perceptimi të gjë ose orientimi. Dhe më 22 mars, mendoj tani unë kam dalë me 68%, nuk është pak 68%. Ke marrë Beni? Po kam qenë nga ata të paktët që mora më tepër nga të gjithë, nga të paktët. Por nuk ishte merite imja, të kuptohemi, ishte merite e frymës. Tani si e vërteton ti që ishte UDB, si e kape, se ti je burrizjuar, nuk je ti, ti ke dhe informacion dhe logjik. Sepse mëtej ngjarjet nuk mbyllen këtu. Mëtej ngjarjet vazhduan. Do të ke fjalën kur edhe kur e mori PD-ja. Po pra, tani kur e morën PD-n, filluan fazat e tjera pastaj dhe në fazat e tjera ishte gjithë skema e cila në vetvete varfëroi totalisht Shqipërinë dhe e futi Shqipërinë në një kolaps. Ishte shpeshherë ishte e pritshme një gjë e tillë, shpeshherë ishte e pritshme, por shpërthimi është në mënyrë posaçme me firmat piramidale. Jo, prit, pa shkuar te firmat piramidale. Këtu. Tani, a kishte mundësi Partia Demokratike dhe pushteti i saj që ta ndërpriste këtë? Në atë periudhë jo. S'kishte faj Berisha. Në atë periudhë jo. S'kishte faj. Po nuk ishte pushtet. Ne pushteti vetëm në atë periudhë ishte opinioni i gjerë i cili ishte absolutisht në mbështetje dhe unë po them kur unë dilja në Pogradec në atë periudhë, jo si arbent të kuptojmë njërë, po si përfaqësuesi i lartë i Partisë Demokratike, fjala jonë ishte ligj. Fjala jonë ishte ligj dhe në këtë kuadër ne kishim të gjithë hapësirën që duke përdorur pikërisht këtë opinion të gjerë, pikërisht këtë mendësi dhe perceptim të qytetarit ndaj nesh, ne të ndrynim ta pengonin procesin. Por nuk ishim ne përgjegjës për të vërtetës. Kush ishin këta që ishin të UDB-s të u zbuluan ndonjëherë? Këta po më vonë natyrisht që mua më erdhën listat. Të erdhën listat? Më erdhën listat. Ama tani ti ke listat? Tani nuk i kam më. Jo tani. Po i kishe listat? Po. Çe ishin këta politikan? Jo. Si ishin politikan? Ata arritën të penetronin në Partinë Demokratike shumë fort, shumë fort. Deri çfarë strukturë? Tani t'i jap një detaj unë, t'jap një detaj. 93-94 kur bë